Shija e anës mundësohet nga Ciao Berto, Franke, Eurolab, uji alkaline. Do të gatuaj një recetë tepër të shishme që do t'i hani kisht. Marierën. Nita ja ka qellu shumë mirë me recetë. Dhe po shpresoj që kam i marrë këta ingredienta që i ka ba dhe me shku me hangër ke shtëpia. Prap. Shumë karamel. Ana! Urna! Kafet! Që? E që po vërtet? Edhe më shtili me qesh paja pa ftyrën. Kjo është kompliment. Faleminderit. Albin Kurti është më pash madhe me një tabel dhome sobe Zimmerjungs. Edhe në para ti në halet një këtorjes nga Kosova dhe i thot, më falë bac, a mos ki dhoma? Pa i edhe kemi edhe nuk kemi. Pak po. Pak po? Pak po. Pse? Action 1, 2, 3. Shumë faleminderit. Shiques në derumën, ere pak, unë ere ana, kena më këtu këtu mas spoti po pëse. Edhe i herë action. E të dhe një herë, hajtë, e fundit ama, e treta e vërteta, hajtë shikus. Mos e ndroni kanalin edhe ere rini me neve. Mirëmëngjesi shikues. Ka do që përna në dish një komente. Shkoj lifti. Kosovë, diaspor, shihemi tani. A po shkojmë? Po shkojmë. Që shko më thonë shikus para disa jave? A po shkojmë? Ca ki ka thonë? Po shkojmë, po ku po shkojmë? Kom thonë deti po shkojmë. Po flasë si një fëmi i gëzuar kur e kupton që ka me shku në deti. Si që është ajo fjalla e lashtë popullore, që ka mjellë kur. Ja kemi mjellë edhe na vetës dhe me të vërtet shikues, pas 2 javësh, do ta qojmë për herë të parë shijen e anës në deti me apostrof. Plot 5 javë, gjithë muajin qershor, do t'jemi në hotelin më të mirë, më të bukur. Hotelin që është ndërtuar nga duart e punëtorëve, gjithçka është punim dore. Bëhet fjalë për hotelin
Epiderm White Sensation që ndodhet në Golem. Po e shohim reklamën. E pa të pra reklamën, unë isha një natë, shkova ta shoh e ta shijoj, u futa dhe tek dhoma e kripës, ishte një dhomë e kripës, jo vetëm që kishte krip në tokë, për krejt muret ishin të rrethuara me krip, dhe kuptova se dhoma e kripës qenka e mirë për njerëzit që vuajnë nga mushkrit. Hoteli për ndryshe posedon 120 dhoma dhe 5 suita. Në Qershor, pra kur do të shkojmë ne do ta festojmë ditëlindjen bashkë me hotelin, sepse mbush 2 vite, është hotel i ri. Pastaj ka bazan, pishin të jashtme, të mbrendshme, ka Turkish bath, pra hamamin, e ka dhomën e kripës, ka sauna, pishin të mbrendshme, të jashtme, ka dhomë për konferenca, e tjerë, dhe i posedon edhe 2 restorane. Mjaft fola për hotelin, se që tash isha nis kisha shku ndete. Po kemi sot të ftuar? Sot kemi një të ftuar, i cili po ashtu na vjen nga Bregdeti, e kemi Ulqinak. Bëhet fjalë për aktorin Bashkim Alaj. S'kisha dëgju për këtë aktor dhe qëllova me një event të organizuar pikërisht nga Ulqini për Prishtinën, për neve kosovarve. Edhe kishte dalë në skenë dhe po imitonte kryeministrin Albin Kurtin. Isha e zënë telefon. Dhe artisti më bëri që të qeshja vetëm me vesha. Edhe mandej kur e ftova me arë në emision, thash, a i dojmë ku është fuqia e një artisti, me timën po flas, do me thonë, unë e thash ty s'pash me sy, dëgjova me vesh, mbone për shtypje, mbone me qesh, edhe të ftova të jesh pjesë e shijes së anës. Për ndryshe shikues, Bashkim Alaj, momentalisht është pjesë edhe e serialit Osa Mirë, që ka disa javë që është rikthy dhe po transmetohet në Klan Kosova, aty luan Ulqinakun prej nga edhe na vjen. Ka studiuar në Prishtinë dega e ktrimit, gjenerata 2011-2015, me profesoresh që ka pas më të mirën, ka pas fat Bashkimi, të nderuarën Ilire Vincena, me zis po pres ta kemi Ilirën kësmet sezonën tjetër se s'na u bu kur e ftova, kështu që do ta kemi shumë shpejt e këshiane sezonën e ardhshme. Bashkimi ka luajtur në teatr, më shumë në teatr se në filma, ka një film që është realizuar në Kroaci, do të na e paj më tepër detaje dhe e pyeta, cili është personazhi që më shumë ti ke dëshirë me imitu? Tha pikrisht pra për momentin tha kryeministri Albin Kurti. Merret edhe me stand-up komedi. Edhe ma tregoj një detaj që i ka ndodhur me fëmijë, po ja u tregoj tani unë. Tha e pa ta tha një pjesë të aktrimit tha për fëmijë. Dhe tha më kanë rretha ata fëmijë. Prej ati momenti tha, tha nuk kom lujt për fëmijët. E për këtë detaje si ka ndodhur dhe ku ka ndodhur dhe çysh ka ndodhur, do të na tregoj vetë Bashkimi. Ju thash një mysafir tepër pozitiv, si që është shija e anës. E qka do të gatuaj sot për Bashkimin? Pesh nuk kom e i gatu, se peshkon e ka në Ulqim boll, ka me hangër pull. E thash, qysh hajmë na pull me të ma, dhe i thash, edhe ty kom e të pregadit pull, tha vdes pas pullës. Pulla për ndryshe shikues, do të përdorim filen më të mirë në treg, Perutnina Ptuj nga Cosmonte Foods, do të gatuhet në fërtere, shumë e thjesht. Qka përmban? Do t'i vendosim hudhër, vaj ulliri, gjalp, salt soja, kemi mjalt, kemi edhe uthull molle. Do t'ua shpjegoj pastaj këtë recet që ju merr kohë hiq më shumë e hiq më pak se 3 minuta. Ciao Berto dhe Franke, faleminderit Ciao Berto që jemi
me shijen e anës, i erdhi fundi gati edhe kësaj sezone. Faleminderit që Alberto dhe Franke krejt ju që po bleni shtëpi banes, po renovani, ju është vjetru kuzhina, doni me ndru kauqet apo ndonjë tavolinja, ndonjë tryezë, e janë që Alberto sepse keni oferta tepër të mira dhe të lira, mos harrojmë Made in Kosova. Eurolab International, faleminderit Eurolab që jemi së bashku me produktet më të mira italiane në vendin tonë, vetëm pas pak, pak më vonë, pasi ta hajmë drekën, super drekën, do të pim illi kafe, të shojmë se i ftuari, a pin espresso a latte macchiato, inshallah në përson dëshirën shikus. Alkaline, uji më i mirë vendor me pH më të lartë, s'ka ujë më të mirë vendor e as të huaj që shitet në tregun ton, që është më i shëndetshëm dhe e ka pH 9. Alkaline, pra konsumoni produkte vendore. Flower Shop. Na e ka zbukuru studion me këto lule. Edhe thash, Meriti jemi ka funde, ko këna përshtat në fustan. Ja, shumë lule të bukra. Flower Shop për ndryshe ju që dëshironi të bëni ndonjë buqetë, ta gëzoni dikë apo edhe vetveten, kur të shkoni atje, kursanit pak, vjen kursimi. 10% ulje me kodin shija e anës. Faleminderit Under Atelier për flokët që i kemi bo pak dredha dhe Mireta Zeka për këtë super grim. Po të më falenderuj juve shikues që çdo të diel jeni me shijen e anës dhe nuk e ndroni kanalin, po ju ftoj që mos ta ndroni kanalin një asnjë sekond, që ndroni me Klan Kosovën. Kreti që po na ndeshni nga televizori, telefoni apo edhe laptopi, futuni në kanalin tonë zyrtar shija e anës në YouTube, na e bëni subscribe, like, follow në rrjetet tona sociale dhe, se u musha fryr, po thom me shku me një reklam shpejt dhe shpejt do të kthehemi te pula, se harrova ju tregu që e kam përgatitur edhe një pilaf. Pilafi krejt dim si bëhet, me gjalp, krip dhe piper të zi, në temperaturë minimale, o zot sa mire kom zi, ma kom bu në shpe. Tash mos të hupim ko. Kthehemi prej marketingut, vetëm me një reklam, shumë shpejt, dhe po fillojmë. Super receta në pulës që ka miro të fekt bashkim. Si çdo të diel, edhe sot do të gatuaj një recetë tepër të shishme që do t'i hani gishtat. Kemi pulën më të mirë në treg, pulën slovene Perutnina Ptuj nga Cosmonte Foods. Vjen mirë që të këshia shikues që gatuhet me pulën më të mirë në vend Perutnina Ptuj. Çka na nevojitet për këtë recetë? Për ndryshe harrova ta ceke, kam gatuar në shtëpi. Që mos të humbim ko, një pilaf, krejt di me bo pilaf, oriz me gjallë, piper zi dhe krip, në temperaturë krejt minimale. Çka na nevojit për të recetë është vaj i ullirit patjetër, kemi gjallë, kemi mjalt, kemi salcë soja, pra kemi soja, kemi uthull molle, këtu kam ngri edhe 4 thelba hudhër dhe kemi mielin. Po, i largoj unazat dhe po nisim gatimin tonë. Tani, do t'i marrim copat e pulës, ja kështu. Dhe, çka duhet bëni është që t'i prej ndërmjet, edhe pse po i shoh që copat i kemi bagit holla, disa s'pas ka nevojë, po disa që janë më të trasha, ja si kjo. Do t'i presim një herë ndërmjet, ja kështu, mes. Ja, pra, ja, kështu. Pulat i kemi prej, thash më herët që krejt nuk pata nevoj me i prej ndërmjet, sepse ishin vetë të holla. Tani këtu kam fërterën, do të alshoj me një herë fërterën në temperaturë maksimale, duke ullë pastaj në mesatare, do të vendosim vaj ulliri dhe pak gjallë. Tani do të marrim një copë
nga gjalpa, ja kështu. Tani është momenti që ta marrim pulën, ja kështu copat, dhe do t'i zhysim mirë në miell. Filet e pulës i kemi ngjy në miell. Tani është momenti që ta vendosim tek vaji dhe gjalpa, hudrën. Dhe me njëherë pa humbur kohë, do t'i marrim filet e pulës, do t'i vendosim në fërtere, ja. Shikus pas na haru me i qitë kryp pulës, fillimisht para se ta ngjyni në miell. Fillimisht e kripasni me krip, piper zi, pastaj në miell, po s'ka lidhje, po shkojmë kështu. Shkojmë me krip. Kush punon, nga bën. Dhe do shkojmë me pak piper të zi. Pula ka fillu që t'na piqet, tani do të krijojmë një hapësirë, ja kështu. Dhe tani në brendi do të vendosim mjaltën, shkojmë me mjaltën, ja. Tani do të vendosim edhe salcë nga soja, ja kështu. Dhe kemi uthull molle, do të vendosim edhe uthullën, ja, që do t'japin shumë shije. Ja kështu. Dhe, zdi nuk kam koment, presim derisa na piqet mirë e mirë. Shikus ju nuk e dini, po sytë po m'djegin ka pak. Sepse kemi hudrën, kemi uthullën e cila ka dhoni një fat tensioni kësaj fërterës tu. Kemi sojen, kemi mjaltën, ja, që sa mirë pra duket pula, ja ta shojmë. Ja, pra, për merak, për 2-3 minuta, pulën e kemi gati, po i kthej për herë të fundit, do më thënë, do të shkoni duke i përsërit 3-4 herë duke i kthy, sepse pjekja pastaj shkon pak më ngadale shkaku i uthullës, sojes dhe mjaltës. Për këtë arsye, kur ta vendosni pulën, filet e pulës në fërtere, nga 2 anët, piqeni nga pak e pastaj shtojani. Unë po e lo për 2 minuta derisa të piqet kjo se dreka është gati, po shkoj po e marr orizin, po e nxej pilafen dhe po filloj servimin e pjatave. Shikues, pulën e kemi gati, o zëtë, si zhele, si karamele, s'po di qa mi thonë kësaj fileje.
edhe pilavin është nxehtë, është momenti që t'i servojmë. Dhe ta mirëpresim aktorin Bashkim Olej. E ndala shporetin, sepse kemi pas në temperaturë minimale që na karamelizohen copsat e pulës. Ja, wow, hajde kamera afër. Ja, pra. Wow. S'kam koment. Thash, taman copsat e pulës na janë karamelizu. Dhe pilafin e kam servu në mes të pjatës, pasi që sipër pilafit do t'i vendosi copsat e files, pastaj do t'i dekoroj edhe me pak soja, dhe kur ta ham, me piru mish e oriz me një ven. Ja. Edhe servimi është gati, mezi s'po pres që të fillojmë që ta ham, juve ju bëft mirë kur ta gatuani dhe zilja. Na erdh i ftuari. Po shkoj shpejt, po e hapi derën, mos e ndroni kanalin sepse mezi s'po pres komentet sepse i ftuari është mësu me peshkej, s'dia ham pul. Mirëmëngjes, sot jam i ftuar në emisionin Shija e Anës dhe po pres me mbefasur çka ka bo Ana për mëngjes me hongër diçka. Mirëmëngjes! Mirëmëngjes! Hajde! Era, po i vjen e mirë, shumë e mirë, qarku peshka, po? Peshk e ulqinin. Ja. Sot e kemi në zonë, kena dojnë heri shumë mëngjes. I madha i vogël. Qysh po shihet valla tepër. Si ja kom qitë të copat vogla, shikus po u dukshin ma dekorative, që vetës ma të mëdhaja. Jo, pulë është. Shumë falim Tash po të bëj pulë se e lodh peshk atje. Edhe halal qov njerë, adin, për nime, edhe pse vipi i bregdetit e kreta, adin, vesh nuk është jam fort fans i peshkut e ushqime detit. Ha, po jo qaq shumë qyshe e bojnë kishe edhe jo i bregdetit dush me home. Këtë kom bu pilaf, s'dija e bonin ullqen dhe me thonë me gjallë, krepi për dzin, të njërë kështu në temperaturë minimale, pilaf. Edhe marierën. Elita era për nime, adin, fantastike. Qysh se kom him, ndërsa unë më vjen keq se ta kom bo një premtim që e kom realizu deri në masën 60%, po tani ndodhin do sene. Shikusta dëgjojmë që ka realizu? Kom pas mi pru vojullinit tulqinit, mirë po ndodhin do sene më ndesh me ndru... Një prëshkere! Edhe i harrova krejt sene në kërë qka pata, kështu që... Ama s'ka lidhe, na ka ars, na ka dështu, i ka i pa autobusit me autobus. Po, jo, u dash marrë gjithë se s'kisha, nuk kisha... Bile fjallën ta moj, adin... Falimderit. 40% gjën që duhet. Falimderit. Kështu që të kompru një vend malit zi, Hajde për e kuqe që mu më pëlqen shumë. Falimderit. Nuk e ndroj me kur gjo. Falimderit shumë për këtë dhurot. Me deklarat është e me kej, do që mos... Super. Shikus po të shohen edhe s'po të njohin. Po, Bashkim Olej. Ka fillur me të njoft, është në seriali O Samir, aty Qinakut. Inshallah. Hajde fola ma shumë si Ulqin, se shumë pak po full se në Ulqin diçka. Ki studiu këto dhe ta shapeden? Këto dhe ishta me shpjeku dhe me hanë, jam aktor, Bashkim Olej. Tash momentalisht jam i angazhu në serialin O Samir. Qashtu? Kom studiu në Prishtinë, kom jetu pak në Prishtinë, edhe për që ato më ka met pak... Hajde, të Nikoli.
Pak më ka met folmja e ulqimit. Shihemi shumë shpejt çikus. Action! Pret. Se një sal veç, sa e bukur kek. Kit pembe na bosët. Se vesh edhe ti një knisht pembe. Nuk I kam asnjë kështu të pembe. Tika? Nisja, se ufto. Unë me zi pres. Hajde. Nuk e di sa beson ona, po unë që rrafsh një natë s'kom hongër. Super, asune s'kom hongër. Plus në kufi, pak që ma maltretu në shpirtin e gjana. Zot bre, ama haja pulën bashkë me orizën, me qëllim ta kom qitë mbi. Se ti e heke, që qështu? Protein. Protein, po, hajde, aprovojnë. Sholla kemi bodi që është i bus. Po, hajde. Unë s'po reagoj, se gjithë e para po reagoj. Unë e pe komplimentoj honën. Shumë mirë. Falënderimet e para I shkojnë pules që ka arë një këto. Mas në e ati që e ka. Po vero. Perutnina pëj. Perutnina? Pulë Slovene shumë e mirë, edhe jashtëzakonisht e shijshme. Wow, shikues çfarë shije, pas ka dhënë mjalta, soja, ka uthull, ka hudë. Me soja. Çdo ushqim që përmban soja, për mua më duket shumë ushqim me vlerë. Edhe pak I shtrajt, edhe pse mos edhe në kishe. Aziatik dim. Edhe është I shëndetshëm, po marrim pak ujë, a? Ana TikTok krejt vet I bona, me çka? Po më realizimin e emisionit me vet e bona, po. Me menaxhim, me set menaxhim. Krejt, shkoj I blej vet, krejt, e tjerë. Nëna, fukara production. Ne jemi 4 veta, jom unë, Ana, është niti përballë në kamerë, e kemi Cakin, herën një Caki që e ruan rolin e 2 kameramanëve. Jo, Caki po menoj që është. E kom tatin në klan montazherit, pra jemi krejt ekip 4 veta që punojnë si me qenë ekip prej 50 vetave. Këto Caki tati po ma qojnë mallin e ulqinakëve, adin se gjithë na ulqinakët I kena për shembull. Mu bashkim Baki. E ka hemi Caki, tati. Kjo ka emrin Besim, Cakolle e kombi emrin e diri Caki. Uj alkaline, uj më I mirë vendore për hanë prej nëndë, nuk e di a ke pi ma herët uj alkaline. Alkaline nuk kam pi na ma herët, kështu që për mua është hera parë. Që nuk stërpike kur të qetë, po. Ama e ftofte mirë në kanal që provaja. Wow. Shumë e mirë. Po hajmë se jemi unë tu shikus. Po pula, jashtëzakonisht e mirë. Po të pëlqen apo? Hala ma mirë. E një me që të... Pilafin e kom bon shpem. Tash ta përshpejtoj më supim kone mision. Kudo që ta kish bo, ke bo shumë mirë. E kom zi... E kom zi ka dalu ale, fa një shikus se unë s'ko kemi bre shumë. Unë e po. E do nësë kom angësh gjithë ditën. Pilafin tash e kom zi në temperaturë minimale, që është minimale nish. E kom shush përrit e nish me ka pak edhe ajo ovull e ka zi. Unë nuk e di si shkojnë këto se në kuzhinë, nuk është se jam fort atë I kuzhinës. Zakonisht deri në vezë kom ditë me bo. Ma tepër ja. Në më thonë, I marim 2 vezë, I thejmë edhe qaq. Qaq. E gruja, qa gatun mas mirë? Gruja, normal që. Edhe plus që unë jam edhe gurman, kështu më pëlqen. Ani hap rote, unë e petiri kamerën qëto. Në ndërkohë, unë po të thomë që po ta vje dhe idejnë e Fukara Production. Modi jom të lyp një emën për me hap një produksion atje në Malzi. Kështu që po ta marrë emnin, më falë. Pja dhe Fukara Production? Po. Inshallah më fare shumë bro. Tash aty nuk e di, adem për qatë kena risk. Qëra me puna rije gjithë shka. Unë e thash ma herët, na jemi 4 veta që punojmë si 50 veta, po unë jëm njeri që nuk kanë kona kur. Shpesh ndodh ora 3 mëngjes, nuk është emisioni, gati ka crash kompjuteri, diçka. Nuk flejmë shikus, sepse shikusit presin me të pa ty, ato me mësu recetën, edhe puna është e shajt. Si puna kerrit tem për shembull, edhe që Drejt, ajo të lanë rrugë, mire kalon kufi shikus, po në tash së shpejti pushej 4 muj. 3 muj e gjysë jam pushem. Shumë po ta kam lakmi. Po, ama na kemi punu turbo. Hajde kamera, sa shikus ta shojmë prej afër si duket.
Ka një me shumë komplimente. Sinqerisht kam prit ushqim deti, atë se gjithmonë, edhe kur shkojmë dikun për shembull, ju detit ushqim deti. Po mu s'është që ma ka aq shumë qefi, me thënë drejtë. Po pula shumë e mirë. Shikues, me të vërtetë është hera e parë që e gatuaj këtë recetë. Për mu shianës ka qenë shkollë, për ndryshe bashkem. Se shikues mendojnë që receta që i gatua ajo një kom bo 20 herë ma herët. As nuk i testojnë shpe. I hullum tëj. Edhe si pas shijes time, shijes anës, i zgjedhje. Sepse na në Kosovë po e konsumojmë kohën e fundit, ju viteve të fundit me të madhe, mishin e bardhe me këma i shëndetshëm se i kuqe. Edhe kemi fatin që kemi pra pulën perutnina këtu i Slovene, nuk e dija shitet malëzi, po kjo është e freskët, e shkrime, këtë në herë e bleshin perutninën të ngrime, jo shtinë në ujval, jo mikroval, jo qëtëni natë ma herët mu shkri, kjo rap-tap, që është bujeta dinamike? Sinqerisht produktet e perutninës janë me të vërtet tash kanë ardhur. Janë malëzi po kanë shitje shumë të madhe dhe janë jashtëzakonisht shiten shumë. Për ndryshen, tash edhe fitnessi na ka shtime. Po, apo shkon te fitnessa hiç po duket. Jo, nuk shkoj hiç. Për ndryshen unë e paguaj, po nuk shkoj. Aha, okej. Okej, unë po toma. I përkas qasaj kategorie. Shikues, do ta lëm bashkimin të haj në qetësi, unë e hangra, s'kam çfarë flas. Bashkim u koha për marketing, për blokun e partë marketingu, kemi mu kësi mande me kafe, lape, muhabet. Për ndryshe, jam shumë fan si Expressos. Ma prishe! Të? Se ti s'ke qenë këtu, në kom thonë një intro në emision. Po shpresojmë shikues që i ftuari i sodit, spin espresso po pin latte macchiato. S'ka lidhje. Ja ku i ke kamerën atje me Roninin, te caki, teli për marketingun, fol me shikues që po të shohin, që do s'kam pa kur. Qa po ju thua aty në që e kam prish zhumin me të pasët. Hajde, edhe thuju mos të ndrojnë kanalin, edhe këtejmë shumë shpejt. Ana, ti pres pak fare ta krahju t'i pulës, ere une shpresej që shiqus tanë të cilët po në ndjekin janë duke u knaq me emisionin Shija Janës. Ere besaj që kanë me shijuar këtë recet që ti ja u ke dhanë si ide, kështu që besej që ka me dalë shumë i knaqur. Po ju, vazhdoni me nejt me neve, se na besoj që kena mu knaq me anën të ju shpjegu. Une jam Lito për ndryshe, personazhi i serialit Osamir, ere rikthehemi pas pak, pas blokut marketingut. Nuk e dia kam hanër dhe je pul më të mirë si kem, përbes. Ja ka qellu shumë mirë me recet dhe po shpresoj që kam i marrë këta ingredienta që i ka ba dhe me shku me hangër të shpia. Prap. Shumë karamel. Gjes, do vajle që i kam. Që shumë ana ma bjen espressos. Shumë është të mënon me prit. Mëngjes, tash e kisha shky një kafe, e kisha shky prejhe. Komplet e kisha hedh me isha lante. Ana! Urna! Kafet! Qe? E që po vërtet? Jo, po vërtet se unë...
E që po vërtet që e kafe në ngiju, a përdo të tamën? Jo. Po. A fin me sheqera? Pak, po. Pak, okej, hajt. Adin se, edhe thonë, i demek e jam, edhe... Qa, shikus pja jap edhe tamën, veç në të ngiju. Bujro, qa, mos tuja, me 2 espresso të kom prit. Që espressoja, kushdo që e ka shpik, Zoti ja qoftë ta në të mirat. Kushdo që e ka shpik. Ana të lutem, ti ma... Ani, hajt, që veç pak, po përrima, po ta fali, ona se pi shikus espresso, qa me bota është? Nuk ma mërmenje. Pra Se pra jajo, se pra pa din, menoj që... Unë e pi frape, shumë. Frape? Shumë, des, me bejlës, o zë. Frape nuk e di se kom provu na i hera. Zdeni me bojë në qenë. Po thu? Po, valla. Ja, Kurs keni dit me bo. Tash na. Shqipnia po din. Tash ki gjeriozi. Kisha edhe vëti dhe me këpojqojmë të musafir në Shqipni. Po ja, mare edhe me ullqin, me zalt ullqinit ko. Hajde, provoje. Po. Edhe pse qenë ka Ilja, po? Illi. Kafja me mirë italiane, në vend. Shumë e mirë. Qenë? Shumë e mirë. Ja vleti pritja, po thamë kështu drejtën adin. Ja vleti pritja. Shikues, knatësi që e kam Bashkim Alaj, aktorin, e kom thonë intro, je gjenerata e vitit 2011-15 në Prishtinë me profesoreshën ma të mirën, Ilire Vinca. Ma mira. Ma e mira? Për mu po, sepse momentin ku na kanë dalë parat, më hanë këtë profesorat po kujtoj të shatë ditën e parë kur ka marrë studime këto, e kisha ndjenjën që atin, pse let bite kjo gruja, dhe thosha unë e kështu me në temë atin. Emnin në ato momente nuk më viken men, me gjithë se Ilirën e kom pa në shumë filma edhe në shumë seriale ma heret, dhe kur ma thiri emrin, disi si vetë shpirtnisht jo musha dhe shqyqër thash që kom rënë klasë të ajo. Qka ke mësu prej Ilirës, shkurt? Prej Ilirës kom mësu shumë gjana. Njo që ka me të ndihmu të njetën? Qetësin. Qetësin e saj. Ajo është shumë e qetë. Ata, qetësin e saj edhe po menoj, mënyra ka njëherë se na kur jena studenta, kur jena si aktor të rina, me njëherë qyri me kap adin role, me qa, me shky njoni tjetrin adin. Po ajo, do më thonë, edhe në momente për shamu kur nuk na pranojshin ka njëherë në audicion, edhe me njëherë adin shkojshim kjashim jo si s'na ka pranu, si s'na ka adin pse neve, pse... So qëtësi, adin, nështë nuk ka qenë për ju, tash ka më ardhë ma vonë. Qa pëthu Ilirës me kamerën në cakit? Si në ullqena ma falë, si në ullqena? Ilirës i thamë që... Drejtojo, direkt, që Ilirja o kamera. Vesh ta menoj se nuk e di që ka kom i thonë, adin ishala ka me lutë dhe një shfaqe tjetër me ty. Përshëndesim. Se përveç që e kam pas mësuse, e kam pas, po më dhe profesoresht aktrimit, na i thonë mësuse gjithmonë. Me Ilirën kena qenë pjesë një projekti bashkë me Itali. Edhe interesante a kanë që as unë, as aja nuk e kena ditë që na jena pjesë ati projekti. Sepse ka qenë projekti tillë domethënë që ka qenë i përballur prej 3 shtetesh, Shqipni, Mali Zi edhe Itali. Edhe veç kur t'ka po. Edhe jo unë ato, edhe ajo mua. Po kur ka qenë domethënë jena përzgjedh aktorët, një aktor nga Mali Zi, një aktor nga Shqipnia dhe disa aktorë nga Italia. Pa ta fatin që nga Mali Zi të përzgjedhesha unë. Fol, se jasë të kati pas kishtri. Apo. Gjedhe ato, dreqe se... Si kom shtriju. Edhe, kur mërë, dhe më hanë lajmi që unë jam aji që jam përzjedh për italianëve që me shku në Itali, po më bojnë dikush nga stafi për i Mali Zi, më thonë që duket të që është edhe Ilire Vinca pjesë e këtij projekti. Edhe së tash, më lep listën të shikoj, unë e kom lezu vesh 2 emrat e parë tjerë t'i kom lonë. Diko Ilirja ka qenë të mesi, diko i thash, Rajnë është edhe garant që ke lezu. Kur e po? E kom pa në Itali. Unë shkova atje, dhe më thonë edhe ishte momenti kur kejt aktorë të takoshim në teatron Korea në Leqe. Dhe unë isha aty duke prit aktorë, sepse unë kam rri pari atje në Itali, shkaku i udhëtimet nga Mali Zi, na kena mrit ma herët. Dhe vesh kur e kam një zadin, hej! Ciao tutti! Që shkoj Ilirja zani, edhe kom thonë, kja është Ilirja, edhe vesh kena shku, për mu ka qenë një diçka e madhe që për kra, kam profesoreshën teme. Bravo. Mu më zhduk diçka madhe.
Ketë na fak ishe ku. Ku shon? Që erdhe të shianës, gatu vjona, kafe të qiti. E tash më jep në komplimente, tash në gomë. Shikues, ju thash në intro që isha me një event organizuar nga vetë Ulqini, shumë bukur, muzik, ensemble, kishte aktrim, kishte stand-up komedi. Para me në unë. Larg isha, në telefon e fokusume. Edhe më shtili me qesh pa ja pa ftyrën. Kjo është kompliment. Faleminderit. Vish kur e kom pa më roba pe hek mikrofonin, si a disha asandrë, më që preka, i thash komplimente, thash të shia, u kry dhe ja ku t'kam. Knatësi që t'kam të shianës. Knatësi dhe për mu që jam këto. Tregova dhe ma herët, kur këna bisedu që të shpiz dhe më honë po të ndjekin komplet, edhe unë të kom ndjek. Unë vjerë shumë mirë ma thatë. Në na. fundit kam qenë pak i zonën edhe më ka ra pak me hupë shumë. Qas pëlqen të shia, ta regullojmë? Qas pëlqen? I mu kejnë pëlqen. Sa më qefen tash? Ja, sinqerisht edhe mas parit edhe kjo që ka rëndësi ka energjia me njëri unë që je edhe që mundesh me komunikua. Dhe atë natë me të vërtet kur më nale, se unë atë natë nuk kam qenë hiç në ta, kisha shumë emocione, sepse më ra, si e këndi gjua dhe vetë më ra me imitu kryeministrin, para kryeministrit, dhe më ra me kalzu stand-up edhe në ato evente i kam pak si, kam trem në ato evente, sepse janë evente që duket thu se janë pak të ngritu na dhe nuk është stand-up. Ishte event i madh i organizuar prej Ulqin Travel, nëse s'ka bërë po? Po, prej organizatës turistike të Ulqinit në bashkëpunim me ambasadën e Malit Zi këtu në Kosovë. Bukur ke shumë. Shumë. Shikus po dëgjojnë edhe po duhen hajde Albin Kurti në këtë momente, qëra Albini po na ndjek këtë momente, o që prej gjumit, edhe ai ka qeshat në atja kom dëgju zonin. Po, ka qesh. Edhe, sa e kuptova priordhje prej Malit Zi paska? Albini, po, Albini, po, bashkë prej zonës edhe ku vion, po që u rritë në Prishtinë. Edhe nuk e kom ditë që ai ka me marrë humorin ashtu. Që ku e ki cakin kamerën, hajde në këto momente me turizëm e ka pas një skeq sepse edhe ja bona pyetjen e kemi realizu shikues e bashkimin një intervistë në telefon të shkurt, më ka thonë që personazhi kryesor në stand-up komedi në këto kohën e fundit është? Po jam fokusu të Albini për shkak se edhe stand-upin e fundit, domethënë këtë që ajo ka qenë një pjesë ati stand-upi që kam bëhat natë, mirë po pjesa tjetër ka qenë realizume në Gjilan në stand-up fest, në teatrin e Gjilanit, organizume prej NGO-s Vargevi, dhe më hanë jam fokusu që aq shumë të aj, sa që më ka metë masanaj më rap, edhe më ka ra me e performuat këtë stand-up edhe disa vende tjera mas Gjilanit edhe tash kështu. Hajde. Kështu fillan. Paramendone për shembull sikur Albin Kurti mos kishte qenë mos kishte vazhdu me jetu në Kosovë, po të kishte jetu në Malzi, mos kishte ardhur kur në Kosovë. Edhe normal që në një univers tjetër paralel, Albini në Ulqin. Imagjinoni një skenë tillë. Verë, nxehtë, temperatura 45 gradë. Albin Kurti është në plazh madhe me një tabel, dhome sobe Zimmerjungs. Edhe në para ti nalet një turist nga Kosova dhe i thot, më fal bac, a mos ki dhoma? Pa edhe kemi edhe nuk kemi. Qysh edhe kemi edhe nuk kemi. A kia as ki o daj. Qofë se me ndonë rafshin geografik, e kom një dhomë me pamje nga deti, shumë e mirë, po e kushtushme. A në rafshin geopolitik. Një dhomë që e kom aty është kojshime një Sërb, e Sërbi po më qetë shumë problem me tokën, se shpia është, toka nuk është. Nuk e di të sa kam vrija të se alo po më duke që ja kam përpare Albini Qeshja to, ta po që ja dëgjova zonin erdë mrapa tani më komplimentoj se prita. A pëse s'kom gabu që e kom thirë shikusja Nuk e di të shake. Kishe hangër dajak për fëmive? Po. Hajde, gazove, kjo ke shumë fani. Hajde. Edhe kjo lidhet me ushqimin veç. Me ushqimin? Po, se une, gajlja e me ma madhe është që në jetën teme, a kam me pas buk, a s'kam me pas, dhe më thonë, kjo është gajlja jeme. A ke taman sot? Sot kjo shumë mirë. A ke taman se shumë mirë? Taman jo, e kisha hangër edhe një adin, shtu që të garant ke me ma. Herën tjetër? Qo se vidha në herë tjetër. Kësmet.
Galja me ma madhe është në buka, ushqimi edhe si krejt studentët atëherë që mesin pa pare, i hargjojshin pare, na shkojshin zi me thonë kështu, para kur kam qenë studime. Edhe nuk kisha lek në dorë, as kisha kur gjo, lypsha bargj njerëzve, mirë po s'kishin as kush me më dhonë, adin gjë, thosha bile menzen ta paguj, menzen e studentëve, sepse gjithmonë u regjistrosha atje që çka do që të ndodhë kënej, bilet kam me hongër atje. Edhe një moment që s'kisha mos, disha çka me bo, fati i mirë, më thot një shoqe në telefon, thot, bashkim, është një shfaqje për fëmijë për Halloween, edhe thot na dush me ardh, thot, këto në këtë vend, adin na ka dështu aktori jam unë është me ardh ti, pagesën e ki kaq, që që pagesën dilte me pagu, menzen e krejt. Edhe thasha, po më në vend, adin veç më trego kur me ardh, thot për një 4 orë, thot niso hajde, edhe këto, po çka kam me baj, thot, ku gjatë thot s'ki me bo, krejt thjesht është, 15 minuta punë, thot, merr paret me një ndorë edhe ik, okej. Kom hecë në kom, s'kisha pare për taksi, kom hecë kom dikunja 40-45 minuta kom hecë. Bëtë fjallë shikus deri në Albi ka qena jo. Ki hecë veternik në Albi. Po, prite... Cili muj? Muj tetor, Halloween ka qenë. Po dhe Halloween. Halloweeni që ka qenë dhe shkova atje, e shon një aktore tjetër aty, i tham, a din çka kena me bo? Ajo po më bën shumë lehtë, adin, kur gjo s'kena me bo, veç një qike vogël thot, është lexon aty një prallë dhe na veç kena me përcjell çka thot ajo pralla, improvizim, kalon shumë lehtë edhe kryhet ajo punë. Shumë mirë i thash adin, këtë në rregull. Edhe paret na jepen me një herë, pa fillu performanca domethënë, e krytën pagesën perfekt. Unë u vesha isha ai keqi, si më thon, i prallës. Ma vu një maske, një farë Venom maske, ashtu të merruse, më më thon ka qenë pak maska. Edhe hina unë, ja nisi performanca, ajo vajza tu lexu prallën, na tu improvizu aty çka mujshim me, nuk më kujtohet kush ka qenë ajo aktore. Edhe në një moment tash si këtë pralla që e ka në fundin e lumtur, edhe në zona, mbyti të keqen e këneja nej, dhe i keqi tani vdes. Edhe skena ishte e vogël pak, adin nuk isha ku më ushtri, edhe po më bëne aktori shtriun tokë. Ushtriva në tokë, ne? Vdeka, edhe ajo qika vogël, ajo vajza vogël që ishte aty, janë nisi tha, fëmijët e dashur, ajo pëlqej pralla? Këtë, po, a jeni të bindur që e mira triumfon gjithmonë mbi të keqen, po, a jeni që të gjithë së bashku të arrahin vampirin? Kashkot më kanë tur një 40.000, zi se kanë qenë aty. Edhe një moment se s'shisha, din se ka kisha masken, i kisha edhe syzet, po veç mujsha me po pi jetën e birave të synit, edhe s'mujsha me po shumë. Edhe veç kur më kanë tur ato 40.000, din, da, se s'jam unë vampiri, atë jo, ti e vampiri, ma mojshin, dang, mi thynë edhe syzet. Një moment, njoni e shkyvi masken, aty edhe më shikon këtë, tani u stepen. Po ky qenë ka njeri, edhe në atë moment kisha shpirti me dalë se kisha dhima në drejt. Po që ka keni kujtu që jam. Plus të thujnë syza, pare që i ka marrë, shikus ka ble syza, jo menza. Jo menza shkova pa kujta më njerë, syzat ma vonë tani, dulin projekte tjera, kështu që i dzora syzat. Edhe ki thonë që mo për fëmis ki lujt. Kom lujt edhe mas, po edhe 2. Kom lujt, se veç i kom pas marrë në ato 2. Si projekte, po kur mo. Edhe në tjetrën, kam qenë si klon, i veshun, kena qenë unë edhe një 2-3 shok tjerë, me një farë eventi, edhe si hinëm si klohun në ditlindje, fëmija e njësën këtë me qajtë. Jo të pi palacheve si fëmije dhe jemi tu? Po, edhe atëherë ka qenë model filmi i Heath Ledger, roli ti i famshëm i s'po mbjen me më peshë. Edhe normal që janë tut, po na kena hi, edhe këtë si tu kesh, edhe këja ka një skate me kajtë. Okej, tash me gjithësu situatën. Edhe një shfaqje tjetër, po në qatë shfaqje tjetër si ka përfundu shfaqje, e më dalë me një herë për skenës. Jetu të fnive, për shkak sigurisë. Okej, së i kemi 2 vouchera. 2 vouchera? Tu i ke dhurat prej bashkimit, e kena dhe një bashkim, na këto si e veç të bashkim. A, po? Prej bashkimit Glerimi Qa Albertos ki 25% zbritje në teknikën franke, se dhe Qa Alberto Mobilje, me grunë tone, kur të vini na letën Prishtinë, qka dës që ju pëlqen, naj tavolin, naj fotele,
ruj këto, se jenë për një me, do me thonë, thojna për një me, nuk është hajgare. Qka do që ju pëlqen, Made in Kosova, e qonin ullqen mandej, ku i tim prej Ciao Berto. Shumë faleminderit. Grupo dhe shka marrë me një herë të Ciao Berto, edhe të bashkimi. Edhe bashkimi tjetër. Ne i thoma tjetë e ime njaku. Po. Ta shtu i kom pyetje të publiku. Okej. Na kanë ardhur ca pyetje nga publiku. Nuk janë shumë, po që ato që janë. Ballë një ata. Nuk ka nevojë. Me kënd flan kur shkon në udhëtime pune? Në udhëtime, zakonisht për shfaqje, mas shumë ti mbjen me flajt me kolegun atjehit Muho Ruçin, ma tepër mbjen me të me flajt. Okej, e njohi, po të përshëndesim Muho. Përshëndesim Muhon shumë. Dhe po, jo dhe shumë se ai del, heca, ishte më i lirë se unë edhe mundet me dal. Po, nuk mbjen edhe shumë me flajt. Kush gërhat? Une. Okej. Bile jo mi shumë për atë punë. Apo, a ma mirë në Prishtina, në Ulqin? Nuk bo me thonë të dy e di që më thu rrem. Kështu që për mu janë të dyja, në një vend që kam le jam rrit atje, edhe që vazhdoj me tash jetën atje. Vendi tjetër është që më ka rrit shpirtnisht, që më ka bo këtë që jam sot edhe që i ka marrë tanët mirë. Për mu janë pandashme, në kudo që shkaj, tham Prishtinë edhe Ulqin. Po bësh tash je me seriale, nesër mund të më nis diçka tjetër, e ke mendu? Po. Sepse je bo edhe bab tash, urime? Po, faleminderit shumë. E bu baba se bu? Në pritje, po ka fundi. Ka fundi, okej, me baba se bu. Minutat e fundi që Qika po? Qik. Qika dhe të na thojmë vajzë, po... Vajzë, qik. E ke mendu emrin? Jo, alo. Alo, interesant. Mish kur t'ja shef tyrën? Po se me grua kena bo kështu, qëse është djallë, jelen gruja emni, qëse është vajzë alo jonë. Unë alo s'ko mendu. Kur të sheh. Po i ke mendu mu shpërngull këtu? Po, e kam mendu. Se nuk shkon edhe kështu, jeto atje, hypi kerrit, hajden prova, hajden intervist, që t'la kerrin kufi, apo kupton? Po nuk ka pas fajsa dhe shumë e kom mundu këtë kohën e mram, zakonisht m'ka ra me ardhë shumë. E kom menu edhe në qofë se, normal që në qofë se ja vlenë për menaj këtu në Prishtinë, kurse kom largu Prishtinën si opcion për me jetu. Asë një jetë, edhe shpresoj që kam ardha e ditë. Nëse duhesh me zgjedh mes Jetës dhe Edinës, njerën kë zgjedh në klapa bashkëpunëtore të Bacit? Aha, e di kushoj, po. Jeta dhe Edina janë dy kolegët mija atje, Edina regjizore të teatrit, Jeta është skenografe, kostumografe, mollere, tapacere, kuzhinjere, kejti ka Jeta. E përshëndesim. Në qofë më duhet me zgjedh me dy së tyne dyja, unë zgjedh gjithmonë Jetën. Për shkak se me Jetën jem rrit, edhe Jeta ka kryer dhe fakultetin e arteve. Me Jetën dhe më hanë e kena kretë komplet Jetën, e kam të lidhën me Jetën. Shumë interesant. Kështu që Edina ka arë pak ma vonë, edhe për shkak se gjam duhet me zgjedh Jetën, edhe Edina është të ma mundu shpirtin. Edina mas Jetës? Shumë mas Jetës. Shumë mas Jetës? Se është të ma mundu shpirtin shumë, është të ma home. A ma mirë, Maka Qaka, a Saranda? Janë dy kolegët e mija shumë që i kam për zemër, edhe që skenaristi është të nga bo shumë bashkë në skenar, në Osamir, nuk i kisha nda. Të dyja i kom për zemër, po më në kështu si shoqe. Edhe, po, Maka Qaka. Në që se duhet me zgjedh, po zgjedh i Maka Qaka. Okej. Sarandën për jaloj dikuj tjetër. Nëse prejardhjen e ka nga Deçani, më shkurt, a është Vokshnjon? Vokshnjon, ja. E di çka po thot kjo, jo, nuk jam i Deçanit. Deçanit. Po na kena që. Ani shumë mirë se na kena Deçan. Jo, nuk jam nga Deçani, po e di që ka ala në Deçan, kom në gjuhë shumë, dhe janë me të vërtet kishte shumë profesora, shumë njerëz njohun ala i Deçanit, cilët i përshëndes shumë. E kena një lidhje diku fare fisnore, po larg shumë ka herë kena atë lidhje. Nuk jam tamam i Katërkollës Tulqinit. Vendin Albin Kurti. Përfundu me pyetje këtu, po e pash telefon që pas kanë ardhur. Halo. Hajde po. Shpejt. Po. Hajde të gjej. 1, 2, 3. Pse nuk ta kanë ardhur taksisti kerrën? Qa kjo situatë? A është e solita? Jo, është
po më duket pak një muj 2 ma herët, që atë ditë ra shi edhe keni të lovi e madhe në Prishtinë edhe e gjeta një farë taksisti sa kisha zbrit në stacion. Thasha po më qonë deri ku ishim të mojt provat në Osamir, po tha pa problem, tha veç ma boni një qmim, si për shi, adin si për trafik. Okej, thash, hajtë s'ka problem, adin nej. Edhe tash isha vënu në prova, sa kisha arë për Ulqinit në autobus e krejt. Më tha tani, i thash, a mund është pak me i ra diku ma shpejt, adin nej. Ti tha mu po më tregon punën tem shka me bëha, ti tha si e kërkush i një, më thash, o daj, adin më falpo. Hajde adin të krymë, se plus jetu marrë dhe shtrajta. A po tha dhe shtrajta, unë e këthej tha keri mas. Edhe këthej unë rapa, më lata një në stacion. Dhe heci, adin, ku me ti ku kish pas, edhe i... Po, dhe. A u bune të nervos, se jeshtu shumë pozitiv? Jo, ishim bo nervos, veç i thira të më fali, thash se ju shkujta mesash po të jardë jam, tani thash jo më fali se më kalon taksisti. Tani pas ke kursi pare? Po, me taksista kom gjithë zakonisht. A ma të regon çmimin, sa ti ka liu? Po më interesant. A pas me ta 20 tash kom harë. Prej ku deri ku më falë, prej stacionet e autobusave në Stacion në Prishtinë? Hajvali. 15-20 euro, po dhe të ka Pas një arrim, ullqenak se po, aty, s'ka? Nuk e di tash se si e ka një atin, po veç ka shku. Ja. E kështu që im la. Për ty, Po. filmi, ma shumë ki luj teatr se sa filma, tash tash kisë edhe vonë, serialit dhe stand-up komedi, që Po. komplimentoha për stand-up komedi se po të shkon shumë, komplimente, edhe je aktiv, më ki thonë që je Po, aktiv. me stand-up. Prej krejt këtëne, cila të flenë këtu se taj. Filmi, po. Ama pak të kanë thirë filma. Po tash ja kam nis me filma. Ama ato që më kanë thirë ty, jo në kontë Jo, hajrit. po, ato normalisht filmat që i kam pas kanë qenë me të vërtet filmat të mira dhe rolin që i kam pas të mira. Fillimisht ja kam nis me Flying Circus, me filmin e Fatos Berishës. Pastaj serialin Besa, një serial i cili në Malzi edhe në Serbi është ndjek shumë dhe ka qenë aty edhe aktorë si Mensur Safqeu, Arben Bajraktara i krejt, më thonë. Ka qenë një ekip shumë e mirë dhe një serial shumë i mirë. Pastaj kom vazhdu me një njohja me producentin Fatmir Spahiu, me Bufin. Ka qenë e përshëndesim. Për mu ka qenë, po përshëndesim shumë, sepse ka qenë një njohja e rastësishme, mirë po që më ka dalë shumë për para, sepse në fal njohjes ti, më angazhimit që mi ka dhonë ai, kom pas edhe 2-3 filma tjerë mas. Bravo, është fantastik. Po, shumë, si njeri dhe më thonë, se kjo ka rëndësi dhe më në këtë punë. Edo mi shingranës për ndryshe, e kena lonë që sa me orë të shia, po ka vendosu po maneken, për presim edhe pak me hinuj e tani vjen kuzhin. Fatmir unë e tëftoj, bolë këtë pull me hongër e kita mon, nuk ki nevoj tjetër. Filmi kroat, cili ke filmi realizim kroati? Escort, filmi i regjizorit ndjerë Lukas Nolla. Fatkesisht regjizori ndroj jetë edhe para se me dalë premiera. Që ashtu e di. Edhe aty më mirë se kam qenë në krah, po mënoj krah shumë aktorëve të mirë të Kosovës, edhe unë dhe më jam prezentu si aktor i Kosovës. Roli jëtë aty është? Ka qenë roli i Stivit. Stivit, hajde një moment Stivit, me se kamera atje. Bonu Stiv, Tomi. Ka qenë pak kështu si... Hajde. Pak si ma feminor. Stivi ka qenë një karakter që ja ka trajtu vetën si star, po që... Hajde fëll me mu që, hajde, po njoftu me në lokal, spontanisht. Jemi në një banak. Moti që jam njoftu në banak. Ka herë që jam njoftu. Terdita! Hajde. Kom harua që shi silët atë. Terrë është, s'ko shumë dritë. Ama ti i ki syzët? Po, si Stivi. Po, Stivi. Zdo gjë mirë. Ketë mirë. Shumë mirë. Ani, me qka merë, me qka. Gatuj. Qështu? Veç gatuna? Veç gatuj. Regulona ka një herë, qështu zbukurona. Ku? Ku? Andër atelier. Edhe të Mirjeta më ka ngri musod. Nuk i njo, veç Si një? shumë mirë. Mira. Jasë zakonisht mirë. Qëpare? Ka qenë pak si karakter është. Kur stand-up komedi në Prishtinë? Momentalisht jam në Biseda.
Hajde për hajde. Po më duket po kam qef me janë teatrin AAB Faruk Begolli, edhe tash të shohim. Nuk e di kur, por shpresoj që sa më shpejt. Okej, nëse unë ty të kërkoj tani me e imitu anën. A e ki vështirë me imitu anën? Pak po. Pak po. Pak po. Pse? Ma vje dhe këta se kur hini në studio, me busqesh tha, pa moro qëto. Hajde me kamerën sakin, hajde. Jo që është vështirë, po më vjen pak kohë me alama tepër me studiu, domethënë. As mujte me studion, kështë hina në YouTube e studiove? Po hina në YouTube, po kisha punë me thënë drejtën. Dhe Hajde me hape emisionin shianës që kamera. Okej. Hajde. Ama kom dësh me rajtë, Ciana. Po, se e di, veç, kom ti kom po, atë, e disha. E disha kom ti ki po, Dhe këto kishe... Po, ka një herë. Jo. Ha, pritë se kom edhe diçka. Se? Edhe këto, pritë. E u liu në shpesh busë qështu. A po? Po, hajde. Nuk kom po aty liu. Hajde, liu, ka unë liu shumë, që hajde, bënë anë, hajde. Si liu se Qa është shtivë? Nuk di, atë si liu. Qa, i liu, kështë e bëj, hajde. Tash këta unë ka mirë, se unë pa i liu nuk ja njësë emisioni. A po? Që për liu që tash për një me, hajde. Shikues të ndëruar, jeni këtu me emisionin Shija e Anës dhe mysafir kam Bashkim Alaj. Për ndryshe ju nuk e di sa e njihni, mirë po Bashkimi është aktor nga Ulqini dhe është tash pjesë e serialit Osa Mirë. Ma herët ka qenë me një stand-up shumë të mirë në një event të organizuar nga Ulqini, organizata turistike e Ulqinit dhe më ka pëlqyer shumë. Nuk e kom po, ama zonin ja kom dëgjua dhe më ka pëlqyer shumë. Ama ka qike mashallah paske. A po. Ju thënë, na i thom kosh atje, nuk i thom Qështë të ne? Kosh, okej. Tuftof kofja. Unë e kom pi. A po, bere, jo, që e jo t'jarë? Jo t'jarë, pije. A ta është pëta dhëroj? Që da me ma që atencionin. I kom qitë që qërë më stajnë? A ke qitë? Po, pije. Shumë mirë. Hajde, boft mirë, vala. Se ma si adhë drusë. Shumë falenderit. Ama i thënë të dhëmë qështu. Zakonisht një imitime mundohna me marrë për shembull një pjesë që e karakterizon atë personazh dhe me atë mundohem me ecë. Po të në me dhëmë, që shkishe fokusu të publiku. Po kështu me dhëmë edhe e qeshur. Kështu që... Ama dhe të mashallah dhëmë të mira. I kom mojt. I kom mojt se babin e kom, është infermiera dhe kur këna qenë vogët, kur të binë dhëmë edhe që dalin, nuk më ka lanë heqa. A të kanë hek me peja jo? Jo. Neve me peja me gjithë shka. Mësusja se haroj kore maj me që tash më kujtu mësusja në klasë. Hajde të taj këtë do me mësusja. Por se kisha lanë. Po te pas ke pas mësusën e mirë se ti ka pas ke ndalë drejt. Jo, s'u kom pas drejt, kom nuk proteza. Ajo, shqyqyr, nuk kom pas nevojë për ato. Shumë e rallë është me e taku dikon, edhe me pas këtë shumë kimi edhe energji, të me thonë shikus kimi, energji kom pas atë natë në vend me vesh, s'kom pa thash, edhe më pëlqeve thash të ftoj. Sepse java e tretë e majit, edhe 3 javë e pak jemi në deti. Na vesh kena dalë deti. Jo vesh keni dalë, po flasë për neve këto. Na vesh e kena bo zhytje në po. E të gjitha da din qka, po e thejt pak, ta kemi tëftuar nga Ulqini. Po. Sepse na krejtë e dojmë Ulqinin, unë e vip ma rallë. Realisht e takova dikon në atë natë, tha, oj, anta unë jam filan fistej, me projektin para 3 viteve, kom qenja 1 javë, bregdet atje edhe zonja, gruja e filanit më kishë grimu, a e bojmë tha një fotët, gruja jam kështu. O, anta që s'ki qenë, unë e thash, s'kom qenë prej atë herë, i kisha harun që kom qenë vitin e kalum 1 javë. Edhe për një me knaqëm e kemi si në shpej jemi, dyqysh. Se a i buzve. I mirë shumë, Që na, pa mënoj, edhe na në Ulqin atje për shamull, thomë, bol na vinë për shembull fillimisht kena turista prej Polonisë, prej Çekisë, po si të vinë Kosova në atëherë thonë ka një sezon, ka një vera. Kështu që po mendoj se di, na jena mësuar me juve, edhe për atë punë edhe kam zgjedhur me armë studiu këtu sepse e tha edhe vet kimia. Jemi një. Po,
Jemi një, po me të vërtet kishim një energji shumë të mirë sot. Sot, po shpresoj kur pasha ditë për mua, kënaqësi për mua u kënaqa me ty. Mëngjesin e kom pas shumë të keq, edhe domethënë komor bëja atin hajt. E ditë, ama kalove mirë. Jo, mirë shumë. A unë ndjeve si në shpe, unë të paktën tentova me të pritë si në shpe. Shumë mirë, shumë me të vërtet për mua është e rëndësishme domethënë kudo që shkoj se të thash më herët që energjia që vrehet domethënë unë zakonisht në për intervista shumë rrall dal, përveç naj që më duhet më shku dakon, mirë po me njëherë atë natën e vrejta që dhe muhabet me njëherë, qatë njësh pak sa kena pas muhabet, po njësh pak kishë një energji. 1 minutë shikus, muhabet 1 minutë. Me qa ku m'jap telefonin, follow të lutna. Po. Kur je këtu, tha, të hanën, kom prova, okej, tash mas provave të onë, tha, u kry. A, unë e të menu që e kom follow. Ku e qadra plorës? Nuk e di, po vjetë mëra me pagu për herë parë. Sa ki pagu? E kam pagu 12 euro dhe më shduk shumë shtërej. Po, sepse, para 15 viteve të atë qadër e ke pagu sa? Nuk e di, se s'kam pagu kur qadër. A, për shë s'kam pagu kur qadër? Se me pagu qadër, na veç shkojmë, po për dhe shpeja shiqore. Adin, se na si dalim për punës, i hekim tesha, i lan punë, edhe hidhna me herë, kthejna një aty, adin, i kena krejt, dhe me thonë, nuk ka nevoj për qadër. Pa, vjetë, mëra me dal, për herë, dhe me thonë, kështu si një familjarit e voqë. Mëra me dalë dhe mëra me pagu për herë të parë qadër një teme. Kur e pagu... Ato 30 dora dhe të Po, a? Po, a di pse? Pse? Se shumë fort aja. Edhe dras. Edhe aty kam hone, o zotë, edhe 12 euro shka pagu. A garant kërvetin për me fjetë e pagun ma lirë. Edhe flen ma rahat, adin një qadër 12 euro për shumë. Zollë vërë është gjyna me pagun, në qenë dy qysh zollë, adin, jo reuma që reuma. Valla reumen të hek. Për me soj kamere, ose asoj ku t'ki qefti. Me Mercedes edhe me zollë të ullqinit nuk. Okej, s'go. Koha për marketing reklama, qysh për i përshëndet shikuesit, edhe kthehemi mandej bashk, apo kthehemi bashk? Kthehena. Hajt, po kthehemi, bëj publike bistash, shikus ke mu kthy bashk. Qa për ju thu shikus? Pas spotit publicitar, unë edhe ona do rikthehemi prap bashk. Hajt edhe një herë si në ullqim bëne. Jo, hajt është për mes asaj kamere, hajt, kryve me këto dash. Letë cakin e të pushon pak, hajt. Cakin kam me marrë në lëqin atje për me... Te cili production? Fukaraja Production. Ja shtoj edhe një jesh, shikusën e Fukara Production kë Fukara. Fukaraja Production, po ashtë i thonë, nuk i thonë Fukara, ne thonë Fukaraja. Shiqus në Rumun, mas pak kthehem prep me anë. Qështë e Rumun? Shiqus. Shiqus? A dhe ndë Rumun, a Rumun e ndë gjohë? Shiqus ndë Rumun. A ndë Rumun, okej. Hajde si në ullqen, shkojmë. Hajde dhe njerë për fillimi. Action, 1, 2, 3. Shumë falim nërës. Shiqus ndë Rumun, ere pak unë e Reana, kena më këthy këtu mas spotit po pëse edhe i herë action. Ejtë dhe një herë, hajtë, e fundit ama, e treta e vërteta, hajde shikus. Shiqus në Rumun, mas ere pak unë e Ana, kena mu rikëthy prep në këtë emisionin e bukur që jeni të dhe njek juve. Mos e ndroni kanalin. Mos e ndroni kanalin edhe ere rini mineve. Apo shkojmë? Po shkojmë, shiques të ndëruar, jeni këtu me emisionin Shia e Anës, jo po Shia e Bashkimit. Tash për tash, masi se kem anën këtu, e kem edhe këtë orën e famshme me Ishala Zheon Ulqin, mësës nuk qenë të anë Ulqinit. Sot do ju përgatisim një recet shumë të mirë, cilin e kemi marrë nga Afrika e jugut, a nuk e di as vetë ku, banane. Dhe më thonë, përgatisim banane për juve, tash do ju mësoj si qelet, do më thonë shumë e thjesht, recet që bëhet për 1 minut gati, edhe veç e mera dhe e hanë. Ku gjatë tjetër, është shumë e gatshme, do më thonë shumë egzotike, ka proteina mrena, ka shumë gjana të mira. Me mua është dhe mysafirja ime, Ana Rusdemi. Kam takona, edhe bananet i këm zgjedh, më kam qef kështu taze. Pati si frutat mas ushqimit shkojnë, dhe kështu që pëse mas me i hangër, a kuptan. Po të kisha hangër banane, ose fruta ma tepër, se sa që kisha hangër për shemë ja pizza, ja si janë, kisha qenë pak ma ndini, po nuk janë. Ki haru sponsorat.
Ciao Berto. Po. S'ka lidhje, dyta, hajde. Ciao Berto. Po, kena Ciao Berto, Franke, Franke, Eurolab, Eurolab, dhe Alkaline. Alkaline Water. E kemi Flow Flower Shop, se shiku s'ka mendu që këto lule e plastik. Jo, ishin Ja, këtë gjalla, valla. gjalla. Dhe shumë bukra. Edhe po i japin një jeshimet vërtet madha emisionet. Kush ka zbukuru ti sot, po shoj shiku se Po. mu ka zbukuru flokët ëndra Atelier He dhe grimi Mireta Zeka. Mu më ka zbukuru nusja jam. Edhe Zoti. Edhe Zoti. Edhe Zoti, që flok kisha më shumë se do shoqet mia. Ani, pishes. Thiri se për jo vajë. Ai bëj një atë njëre që se i freksh edhe të vaj, gjendoj, hajde. Një kom se du një për një i gjata për një Hajde fry njëre. Hajde fry. Hajde ti anej, unë e kënej. Hajde, ka dal dole, ka dal dole. Për shka? Që më shtet. Për shka? Më shtet. Pa. Pa. Për shka? Ka kom banone të Shikuja hapë. kino. Oj, kom do. Shikus, lum familja, lum gruja, lum qika që ka me të pos Nuk bob, e di. Nuk e di atë. lum Barit- shëshnia, lum unë që të pata në emision, Jo më dhe unë që kam qenë këtë knatësi, emision. super knatësi. U knaqa me të pas, me të intervistu, me të njoftu. Shumë faleminderit. Unë të dëshiroj suksesin e botës. Shumë faleminderit. Edhe unë thom drejtë jam kënaq shumë edhe se kam besu që kam mu kënaq kaq. Dhe Po u knaqa, apo dhe? inshallah në herë kena pas në bashkëpunim bashkë. Edhe me në emisione në i gjakë. Inshallah, se ta ndem i mira. Fukara Production, Fukaraja Fukaraja. Production. Selia në Kosovë dhe në Malzi, Po, kështu që... SHPK. A ku që SHPK atje? DOO. DOO, atje gjuha tjetër. Po, DOO. DOO. Ose, në PSH. Oke, në përshë të vërët, shikues, duke ju dëshiru një super ditë, sikur kjo emision me shumë energji që jeshte, me Bashkim Alaj, e gjeni në Instagram, follow, ka plot video, ha, po ti ku po do video të shkurta, është me babën e për vetura atë, me Jo, paket. jo. Okej, veç babi inshallah se kam atë. Ai është një kolegi jemi. Përshëndesim si që? Po, Shefqet Lucën. Zotri Shefqet, përshëndesim, ama shumë të ndemi fort. Po, jena një duo bashkë. Unë e kam gjetë Shefqetin atje, ai ish marrë me aktrim ma herët, mirë po koha, lufta, gjanat e kanë largu për aktrimit. Dhe bashkë kena pas një projekt atje me, edhe kështu kena arrit domethënë kontaktin bashkë edhe jena tu vazhdu me si shoqni bashkë, cilin e përshëndes shumë edhe po nuk është me farë aktori. Da, ishtu kja punë, dhe inshallah po bëhen më se... Hoxha, shihem. Ujin. Mama bol pasime. Je ke cigare të Si marrë mi hek. Ne gajti si se bëre. Si marrë mi hek. Ti kja kafja du në kop, hajde. A shkum. Ama Jo, s'po të rrim lëshoj edhe pa pak. e pite ka një kafe, apo rrim edhe pak si epizodën rrim ka 2. një kafe. Po. Po kim kafe. Qa për të shikuzëve që janë qupri gjumët me të pa ty? Ja ki ndrejt ditën aty në shumë. Po inshallah jo kena ndrejt ditën edhe shumë faleminderit që patët kohë me na shiku edhe me na ndjek. Shumë faleminderit. Se më qenë fol. Fol se më qenë. Hajde, po dalim. Po më del kja folmi Hajde ato dhe hajde. Edhe thërëm mu ti për shumë api kafe. Hajde. Shiqus dashtën, shumë faleminderit që na keni ndjek, ere na keni pa mu e Reanën. Kështu që unë e Reana kena me shku tesh me pi një kafe bashkë, ere inshallah ju kena ndrejt ditën, ere ju ftej me ardhë në qenë sa ma parë që të munini, se kena nevoj për juve. Vesh me liru qadrat. Nuk e di. Litër e mi. Ka rofë mirë.